10 orë thash para gjumit. Po as mëngjes ti Një vërtet. orë mas i qeshur. Jo, mas mëngjesit 10 orë para gjumit. Një orë mas mëngjesit, 10 orë para gjumit. Ti dalja kafja kishme qenë mas drekës. Okej. Amo jo mas drekës, në atë periudhën, për shembull që e ki atë plagështin, për arsye se e ki një lloj plagështie, krejt e kemi. E lidhim që është mas ushqimit, mas drekës, po vetë kur, për shembull, masi që të zgjohem, kalojnë 6-7 orë në mes ditë, rreth orës 3 ashtu para ose pas në varet, fillon me ra prodhimi i kortizonit edhe kemi nevojë me ngrit ato, duket sikur ka ra energjia apo djen gjumi. Po tani kafja na kthjell veç. Po jo, kjo kthjell sepse e shtin me prodhum në mënyrë artificiale, tani në këtë rast çatëherë bëjmë gabimin më të madh që e pim kafen. Përveç mëngjes, në çatëherë në drekë bëjmë gabimin më të madh që e pim kafen. Edhe në momentin që na melatoninën nuk e kemi të prodhu mirë, kemi kortizol sasi të lartë, atëherë aktivizohet, rritet